një muj pësum një havari, ka ndodhur një zjarr në depon e dyqanit, pika faktikisht tash bën 10 vjet që është në Gjilan. Po për këtë kohë, domethënë për një muj kemi mrri me rehabilitu komplet objektin siç e shihni, është një investim totalisht i ri. Edhe brenda një muji e kam rri këtë ato mu mbulu gjitha pasojat nga zjarri edhe mu rihap pika. Është një populli, siç po shihni, një populli ka mirëprit shumë rihapjen, po besoj që ju ka mungu. Normal ka qenë një proces mjaft i rënd. Falenderoj mas pari stafin tonë, një staf super, të shkëlqyshëm. Falenderoj bashkëpunëtorët pronarët e objektit, Ibrën, Albanin, babën e tyre në Isajin, që gjithë kanë kontribuar në fikjen e zjarrit ditën e parë. Gjithashtu falenderoj ekipet e emergjencave, zjarrfiksat, policisë që kanë reaguar shumë shpejt në ditën që ka ndodhur, për se mos kishin reaguar në kohë, besoj që domi këtë qenë shumë më i madh. Juskut mas pari vjen me një koncept totalisht ri, i cili në Jusk ne e quajmë koncepti Jusk 3.0. Para se me ndodhë, faktikisht ka qenë një koncept bukur i përafërt, por jo në këtë nivel. Pika e ri natyrisht tash pika e repi, thojmë pika e ri hapun, ofron gjitha ato që Jusku i ofron globalisht. Që i bjen se Jusku ndërton dyqanet në atë mënyrë që të jenë sa më të ngjashme me njëra tjetrën. Domethënë kjo pikë që e shihni këtu është identike me një pikë në Danimark, në Gjermani, në Norvegji, Itali e tjera. A ka ndonjë zbritje se po e shohim në momentalisht ka zbritje, po. Është një zbritje gjenerale se për hir se këtë rihapjen e Juskut në Gjilan në një farë mënyrë po e festojmë në barë Kosovën. Është oferta gjenerale e cila është për krejt Kosovën, cilë po festojnë gjitha qytetet së bashku me Gjilanin, po kemi edhe oferta ekskluzive, cilat kanë bojnë vetëm me pikën me rihapjen e pikës në Gjilan. Zbritja si zakonisht zgjat 12 ditë, ose deri sa të shiten mallrat. Tash varet se ka oferta, domethënë ka oferta marramense, ka shumë forta dhe ka oferta më normale, po sidoqoftë edhe kur mbaron malli na zakonisht edhe rimbushim me mallna, që me mujt me pas kozgjatje sa më të madhe ose shtrije oferta. Konsumatorëve të Juskut në Gjilan, edhe pse jo për fajin tonë, fillimisht i shpreh keqardhje që nuk kemi qenë këtu prezent në afërsinë e tyre që një muj. Po shihet prej numrit që janë paraqit që në mëngjes që Jusku ju ka mungu. I falenderoj përzemërsisht që kanë qenë suporti joni që këto 10 vite dhe e kanë bo Juskun në Gjilan një sukses, domethënë është një dyqan shumë i suksesshëm. Edhe ju uroj që t'jenë me neve sa më gjatë, se nga Gjilani nuk e kemi jetë më shkurtë. S'bën me harru edhe kompaninë e sigurimeve Skardian, e cila na ka nejtë shumë afër, edhe cila natyrisht se ne gjitha pikat i mbulojmë me polisa sigurimit, kanë qenë shumë profesional në trajtimin e domit që na ka ndodhur, edhe kanë qenë shumë të shpejt në reagim edhe kompenzim të pjesëve që ju ka taku mi kompenzu. Njëkohësisht bëj apel të gjithë, jo vetëm bizneset Kosovë, po edhe të individët që me siguru pronat e tyre, po shumë e rëndësishme me siguru pronat e tyre për hir se një dëm sado i vogël me qenë të kthen shumë për mas, nëse nuk kemi mbështetje.